Me Kurishutët në Vlorë ka qenë ndalesa e radhës e takimeve të kandidatit për deputet të Partisë Socialiste në listën e hapur të qarkut të Vlorës Vullnet Sinaj për të tashmen dhe të ardhmen për rrugën përpara, bashkë dhe të vendosur, si kundër shprehet vetë deputeti socialist. I pranishëm në këtë takim kryetari i Bashkisë së Lenicës Nertil Bellaj theksoi se Vullnet Sinaj si deputet nuk ka lënë shtëpi pa shkelur në zonën e Bashkisë së Lenicës. Kryebashkiaku Bellaj tha se Sinaj nuk ka bërë kompromis me asnjë, por ka qenë gjithmonë vetëm për krah qytetarëve. Ka 8 vjet që s'ka lënë shtëpi, s'ka lënë problematik pa e. Ky burri këtu, që sot është në krahun tonë, cili s'ka bërë asnjë kompromis, po ka kërkuar vetëm për njerëzit, dhe ka kërkuar më shumë sa rrugën tuaj. Ne kemi një detyrë, japim votë. Deputeti Vullnet Sinaj u rikonfirmua prapë në zonën tonë, dhe kjo ka qenë një lakmi për gjitha zona për ta marrë këtë deputet, por gjithsesi fati ishte joni. Në fjalën e tij përpara banorëve të Gorishtit që jetojnë në Vlorë, kandidati i Partisë Socialiste për deputet Vullnet Sinaj tha se më i rëndësishëm se mandati i tij është mandati i Partisë Socialiste, pasi në qendër është anëtarësimi në Bashkimin Evropian. Sinaj vlerësoi edhe reformën në drejtësi që ka bërë qeveria dhe kryeministri Rama. Ai theksoi se ka qenë një zë i fortë në Parlamentin shqiptar, dhe ai kërkoi mandatin e tretë personal. Më i rëndësishëm se mandati im është mandati i Edi Ramës dhe i Partisë Socialiste. Mandati i Edi Ramës është i rëndësishëm sepse në qendër të programit Partisë Socialiste dhe të objektivave që ka kryeministri dhe Partia Socialiste është anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nuk mundet asnjë parti politike tjetër të realizoj këtë proces dhe nuk mundet askush, sikur të vijë një kryeministër tjetër, të realizoj këtë proces, veç Edi Ramës. Për aftësitë e tij dhe për punën e palodhur që ka bërë në reformën e drejtësi, e cila na ka vënë të gjithëve të barabartë, si një qytetar të thjeshtë dhe një deputet dhe një ministër. Para ligjit nuk ka. Kush ke ligjin do përgjigjet. Dhe kjo reformë drejtësi është merita e Edi Ramës dhe Partisë Socialiste. Është ajo reformë drejtësi që i hap rrugën Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. E rasti është mbreti i botës. Fjalia e dytë është rasti nuk përsëritet. Pra rasti vjen vetëm një herë. Dhe rasti ka ardhur këtë radhë Shqipërisë. Deputeti është njeriu që përdor fuqinë e fjalës dhe të forcës që i kanë dhënë banorët në interes të zonës vetë. Kjo ka qenë motoa ime dhe unë këtë e kam bërë në shumë raste. Të kem mundësin që t'ja u shpërblejt gjithve, si që kam shpërblyer me punë edhe për ditë me përkushtim, edhe këtë mandatin që do më jep në ju, mandatin e tretë, t'ja u shpërblej me punë dhe me përkushtim akoma më të madh.